I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try. Keep on trying. You got it. I believe in you. You got it. I know you got this. You got it. Just keep on trying. You got it. There's been a lot of bumps in the road. Bumps in the road. Oh yeah. Always carrying that oh so heavy load. When you feel like there's too much on your plate. Too much. YouTube-it dhe mirë se erdhët në një video tjetër. Unë jam e pijame. Sa po zgjuam, edhe Andi tha do ta bëj unë mëngjesin tyta, me që është 8 marsi. Edhe më ka Me që i vënë, kam mësu se si t'i bëj. në ka vënë briosha se i ka futur të kësaj Edekës, mendoj se Edeka ka Po me brioshat gjatë janë mirë. shumë mira. Edhe kam mësu si t'i bëj sepse unë i bëja shumë keq, po më përpara. I piqa me 205 gradë edhe mrena i lesha qull. Edhe jashtë digjeshin. Edhe jashtë përcëlloj që ato të shi kam mësu që e 5 gradë, pak më shumë që është 70-80 dhe piqen shumë mirë. Edhe do t'ja bëj grusot me reçele dhe me gjalp. Ka bolle gjalpin vetë. Pa e bëra dje Apo gjalpin një vetë. gjalp po dje. Po sa i mirë kishte dalë. Një reçele me fruta pylli bleva unë që shumë i mirë. Edhe ai te Edeka. Edhe duam t'ju urojmë të gjitha krave në mbar botën gëzuar 8 marsin, ditën e femrës. Duam të tregojmë mirënjohje përpara artset tona që kanë luftuar dhe kanë arritur të gjitha këto të drejta që ne kemi sot, por mendoj se lufta s'është fjalë e rëndë lufta, mendoj se betejë jona akoma nuk ka mbaruar, mendoj se ne çdo ditë duhet të vazhdojmë të kërkojmë të drejta tona në shumë aspekte të tjera të jetës tonë. E lufta thash, zotëru thash Që janë zbunë dhe të keqët. që ka që kërë thash për luftë thash do buka ka nej super ide. Është ju urojmë edhe pse kjo s'është, domethënë është kthyn fest, po ju urojmë me vërtet se do gëzuar festën edhe sa më shumë liri, sa më shumë pavarura, që është gjëja më kryesore, besoj unë, tek çdo Andi, njeri, të kishe gocë, që do më mësoje? pavarësisht domethënë. Se për shembull babi im, gjithë jetën, i ka rraur shumë kësaj pike. Bëhuni të zonja të vetes, bëhuni të zonja të vetes. Do më thënë në shpinë time nuk është përdor kur termi. Do martohesh do i kishte burri bëj punë të shtëpisë. Po është të përdor termi. Mendoje mirë para se ta bësh një gjë se ka pasoja veprimi. Pse ide shumë mirë. Ha, mendoje mirë. Ja, sot e kësaj dite kemi Edhe thot gjithë kohës që pavarësi ekonomike, ke karakter që është i veçantë dhe ja del vetë për shumë gjëra. edhe gjithmonë thoshte babi që duhet jesh i zoti vetit, duhet jesh i zoti vetit si femër, si mashkull, unë nuk kam vëlla, ndoshta edhe kjo ka ndikuar, por prindërit e mi nuk kam bë gati kur diferenca gjinore. Se po t'ishe çun, se po t'kisha çun, se po çun, ndoshta po t'kisha vëlla do e kisha ndjerë më shumë, por ne jemi 2 motra, edhe gjithë jetën babi nuk është se na ka bërë që të ndihemi më pak, pse jemi femra. Ose të na thoj këtë shprehjen e famshme, s'do i kishte burri, kur nuk e kemi dëgjuar si shprehje, si unë dhe Rea. Kam pas prind që gjithë jetën kanë thënë, bëuni të zonjat e vetes, bëuni të zonjat e vetes, bëuni të zonjat e vetes, se jetës nuk i dihet, mendoni për veten tuaj, mendoni për rezultatet tuaja, se jetës nuk i dihet, nuk mund të mbështetet të asnjë njeri tjetër që nuk është vetja juaj. Bravo, Biko. Keep going. Po ti Andi, çfarë kam mësu mami ty?
Po ma nuk kam pësu. Mami të ka pësu që donte i gocë me gjithë shpirt. E ka dash vërte. Edhe kur kam lindur, kam mendu se unë jam gocë. Edhe kishe bletë fustanet. Plani im të ka qeta që ti e gocë. Por jo, unë isha qonë. Ne jemi 2 quna. Edhe ka qenë, mami ka qenë vetëm me 3 burra. Babi edhe unë dhe vllai. Mami ka qenë vetëm, ka dash i gocë, për Nuk pati mundësi ta kishte. Edhe kjo është. Gjithë jetën. Mora mami në telefon ta shtauroj, nuk më hapi në gjumë. Morëm, mami vjerën, edhe në gjumë. Thoja, ma thoja qatë. Tash ezit e kanë kalli tash. E kanë kalli tash i ka zë në gjumit të shia në gjumë. Jo, se te i ka festu në bremë dhe nuk kanë për zotë. Se atë po mendoja me Andin, të dy çiftet, do më thënë prindrit tanë jetojnë vetëm. Po. Prindrit e mi dhe prindrit e Andit, një në Tiranë, një në Poleqanë, po jetojnë vetëm. Edhe sa kështu, Tam fëmijë, shpia, plot. Rriten 4 fëmijë, 2 njone, 2. 2 se rrëtë 4, 2, jo më mirë. Se kisha se rritën bashkë, thash 2. 2 një qift. 2 edhe asë një s'kanë aty afër. Dhe kjo është Po kjo është jeta. pak e trisht mendoj unë, po kjo është jeta. Por ne jemi me fat se kemi prindrit shumë të rinj dhe shumë të mbajtur. Po, që zotit janë Po. edhe mirë me shëndet, sa është kryesorja. Po Se edhe e shumë e këthëm shumë të nisim të qajmë. Jurojmë një ditë shumë bukur, Shumë. ne do hajmë këto dhe ndoshta do dalim sepse është koha super e Perfekte. mrekullueshme. Edhe do jetë java e Keni fundit. edhe ju ditën super të mrekullueshme edhe T'ju gatujna i qik burri, t'ju mpa i qik me të mira. Po, sot 8 marsi. Lule nuk bleu. Sot 8 marsi do të blej. Sot është 8 marsi. Ti do Sot javë është para. diel. Ti do javë para lule. Një muj para do. Ti marrë më për të shi unë tu t'i blej sot. Ishte mbushur tregu dje i kishin shtrejntu lulet me 50-60 euro që do tu. Si të e është trejnë mos blej. Ha? Po. Qa ti i vishesh? Ha, që është trejnë se ti ka rritu ato, 5-6 euro më shumë mos blej. Okej, vje sot, si s'po blej lole ti. You're just a song. I've been wasting all this time finding words to let go. Cause I'm looking for Neverland, backtracking on memory lanes, hoping it's not just a wonder. I can't be watching, waiting for changes, wondering for the right time. Cause I noticed we came to a pavement that crumbles. It's just a merry-go-round. I don't think it's you, might be me. There's just so many things. Sa po kemi ardhur në Hajde. qytetin më të vjetër në Hollandë. Supozohet që këto kaldremet janë që nga koha e romakëve. Aq i vjetër është që daton. Supozohet. Si e kishte emrin? Njemek. Andi është shumë i mirë me emrat e qytetëve se shikon futboll. Ka pa gjithë jetë futbol. Po vetëm emrat e qytetëve ka mësuar asi gjutë huaj, se njerëzit në përgjithësi kanë mësuar italisht ka Tamam, futbolli, për zotin. kurse Andi ka Unë. mësuar të gjitha, ja ka mësuar emrat e gjithë qyteteve në tërë Ka pa gjithë botën. jetën futbol italisht. Gjermanisht pak kam pa, po italisht kam pa shumë edhe anglisht. Edhe ne tashi po ikim të marrim një sanduiç ta ndajmë të dy bashk. Qyteti që ka shumë i bukur, më kujton ka pak Porton, pak Lisbonën sa që ka kështu kodër, ulesh, këto kështu më kujtojnë gjithmonë Lisbonën. Zakonisht Hollanda është njësoj, po disa godine i ndryshojnë dhe janë shumë të bukura. Po, Hollanda në përgjithësi është shumë një stil. Po, Kjo stila e shpive me stili orta po shumë e bukur. Hollanda në përgjithësi është shumë. stili Dutch. Po. Në vërtet, ka ma vetëm godinat bukur, ose sa e rejkish, bukur diçka që kisha. ka apo dhe këta jepet si pikë, kështu që duhet ta shohësh. Po, do kthehemi sa të marrim sanduiçin në dorë edhe do Sa me që është kthehemi. poshtë dhe kjo është. Edhe me vërtet shumë e bukur, plot me dyqane hapur të dielën. Kemi dalë të festojmë 8 marsin, të shëtisim, kishim 6 muaj që nuk vinim në Edhe Hollandë. si për çudi se ne çan të mundur kështu.
Edhe si për çudi se ne vim shpesh. Po, në dimër nuk është se ja vlen shumë të udhëtosh, kohë e keqe, dita shkurtër, edhe më shumë t'ikën dita me makinë se sa t'ikën duke shijuar vendin. Verës normalisht timet janë më të bukura, më të tërhashme. Dita është më e gjatë, koha është më e mirë, sidomos neve sot jemi nisur nga ora 11 e morëm avash edhe tash erdhëm, kemi kohë plot deri në ora 5 edhe ikim prapë me ditë në një shtëpi. Sakt. Edhe kënaqshëm. Që ta provojmë këtë sanduiçin sem se thoshi që ishte shumë i mirë. E diela gjithmonë është e bukur, sidomos të dyqanet që janë kanë shifin. Edhe gruaja sot donte një dhuratë tha. Jo, e dua shumë. Shumë? Po, një nga ty, një nga vetja. Ta meritoj dhe një t'ja bëj vetes. Një nga ty, një nga vetja. Po. Hajde më po të blej sanduiçin. Sanduiçin e bëj vetun. Edhe me bukra është se paguam parkimin. Edhe mu s'pëm punon të karta që të ma lexon të amë i mori lekët apo s'pëm punon të interneti. E thash po e pagoj una, po ne kemi një kartë që jedhim lek gjithë kohës vetë se nuk duan të përdorim llogaritë kryesore. Lart e poshtë në për bankomate, në për kështu. Edhe i thëra, e kam paguar. S'kisha kokën leku, ose kisha paguar asnjë gjë. Edhe insistoja thëmë, e kam paguar, sa e bukur ke pisa këtu, shifi gjithë rini. Që besoj se i shifin është nga pak kjo, shumë pak besoj do t'i shifin. Plot me rini, plot me njerëz, me vibe. Janë me vërtet bërë shumë bukura, janë edhe njerëz që ka dhe turista shumë, edhe shumë i gjallërum. Po, ka dhe gjermanët që vinë shumë këti. Gjermanët ka shumë që vinë dielën se s'kanë çfarë bëjnë atje ke Te fshati vet. Ke fshatë tona. Te kemi mbyllur. To janë gjallërushëm. Edhe na marrin lekët të dielën. Edhe në përgjithësi turista ka shumë. Po. Po me vërtet shumë i bukur, po më pëlqen, ka era parë që vim në këtë qytet. Po. Edhe ti kemi provojmë sanduiçin, ja ku është? A jesh? Jo. Ku a e pe vendin ku po ikim, apo po ecim kot? Këtu poshtë është po pak më. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. It's not alright. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and talk about the memories, but I guess that's not what you wanna do. So I just wanna know what you're thinking, 'cause nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? Sa më pëlqen kjo jeta kështu, të çohem nga një kafe në një kafe, Si mos të bëj muhabet me Andin, ha mos spatallem. Pasha Të rrim si mos t'i pëlqej kjo jeta. për zotin, më merr malli për Tiranën dhe për këtë jetën. Kujt do t'i pëlqej kjo jeta, ço me një kafe, ha një kek, ço diçka tjetër, ulu, pika. Sa mirë edhe këtu. Shumë kuq. Po, ta di. Që ka gjithë kjo zonë që ka shumë kultur, ne? Shumë i bukur gjithë qyteti. Dhe në ngopëm të hongër pak aty. Po ne jo do hajme një që tjetër. Edhe pse do ikim. Jo, nuk do ikim, do shohim qytetin. Shohim edhe pak qytetin. Tu jemi mu në qendër, shkon sa bukur. Super, Pjesën e pas ka shumë bukur. super yll. Me Ju vërtet. bëra një Një 360 tur. gradë. Një rrotullim. Quanti mua jo pëlqeu ajo aty. Ja, ma Si ka e tash? Shife njerë, po më duket se është birrari.
Andi, hajde, ama më qefsh mu të regoja humorin ta. Se Andi ka një humor që ka 20 ditë. Qa 20? Ka një vit që i vitë mbrapa. Thot si pres unë të vinë në shpite të gjeqi. Është një video. Jo, ashtu pret edhe veti. Nuk është vetëm video. Është video. Është video ajo dhe tregon ai çuni gjasme si preson që të mpresi. Gruaja. Si mendoj unë, thash si preson. Si pret ai? Si mendojnë që më pret gruaja. Pra si shumë me ato bikini me kështu gjonash. Bikini, po, në plazh. Edhe si është në të vërtetë. Ligjeri, jo. Ligjeri, okej. So shumë në livujo fjala. Hap derën ai dha shef atë të busi. Ja se të marrë se nuk e tregoj dot. O ti ke një orë që i vetëm mbrapa. Jo. Mana. Jo, nuk e tregoj. Nuk e tregoj. Fani, nuk e tregoj se është 8 mars, se sot do ta bëjmë pushim. Kjo do dali të martën, ka Jo, ikë nuk 8 mars. nuk quhet. Si ber. Si ber. Shi vetëm pasqyrë, më thot, mua e di shumë mirë si bën. Jo, nuk e tregoj. Nuk mund ta tregoj se është 8 mars, sot. Ben si qenë, do më thënë. Vete në shtëpi edhe i ka thëmë që s'ke flak plera, që s'ke bërë punën, ben si qenë. Edhe Andi ka, nuk e di sa ko ka që i vetëm mbrapa asaj viti. Unë nuk e thashëm këtë histori, nuk e ngjut nga Ti unë. e tregove deri në fund. Edhe në Hollandë është shumë bukur, po kënaqemi. Një mjeku është shumë i bukur vërtet. Hajde vizitojeni, sepse ne kishim lënë që jo do e vizitojmë, as do e vizitojmë, kishim lënë shumë. Edhe Pas kemi dore. afër. Ama është shumë i bukur vërtet, ka këtë pjesën e lumit që e kanë shumica. Këtë lumit s'është ashtu ai Holanda gjatë kështu. qytetit. Okej. Do të thënë, Pjesë e bukur është është sot. pak a shumë si gjithë qytetet Sot e është tjerë. bërë shumë vetëm koha, vetëm dielli, gjithë njerëzit kanë dalë, gjithë njerëzit Janë të rinj. janë ul ose pinë një kafe, që me bicikletë. Është spektakël për zonë. Po kënaqemi jashtëzakonisht shumë, edhe me humoret e Andit. You guys, someone is the opposite. And all my friends are leaving, but I wanna stay here. Can we just stay here? Maybe just one more drink. I can't help but think, where have you been? All my life, all lonely nights. Kemi gjetë një lokal tapas, o zot sa të Dhe mirë. pest. Kemi marrë vetëm 3 tapas, na që s'kemi dhe shumë kohë, se i kemi parku makinën me limit. Jo për lek për thjesht. E kemi lënë me kohë. Do të thënë e kemi bler biletën me kohë. Edhe kemi marrë tapas, kemi marrë qoftë të peshku, kemi marrë patate di bravo, edhe açuge, edhe birra. Açuga është O zot, është spektakël. Edhe Nuk e ja keni salsa iden. që i kanë si këto që. shumë mirë, po kënaqemi pafund duke mbredhur sot turizmi ka qenë në një lokal, në një dyqan, në një Po, lokal. edhe ka pak gjithë. Po, jemi kënaq, nuk e di. E që shumë ditë e bukur, Moti, shi dhe pak. edhe do nisemi për shtëpi. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. If only I'd have a time machine back then, I'd see us dancing in the kitchen light. No one thought we could ever make it. Didn't know time could move so fast. 10 years later and I'm still your baby. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me, of our love. She gon' love you like summer 15. Ikim në palestër, edhe të bëjmë të sauna. Ikëm tash. Mbarova palestrën. Sot kam bërë goxha, kam bërë gati 90 minuta palestër dhe jam vlogur. Jam strapatuar. Edhe ku ka më bukur se të vish në shtëpi edhe të gjesh që të kalësh pakoja nga HM-ja. Kam porositur disa gjëra në HM, po kjo është pakua e parë, kurse pakua tjetër se ishte ndarë me 2 pako, vjen pas një dite. Po ju tregoj çfarë kam zgjedhur dhe çfarë kam marrë. Këtu janë vetëm 4 gjëra, po nis nga kjo. Do i vesh, sepse asnjëherë nuk i vesh që t'ua tregoj tamam se sa bukur rrin.
Por si fillim po ua tregoj, është kjo bluzja. Që nga shumë super e madhe, doja diçka që t'ishte me blu, sepse edhe dije në Holland bleva kët pandenën, që është kështu, me blu, që sa bukur të duket me kët, me pantallona të shkurtra, henzir, buz plazhit, me pushime. Oh my god, sa shumë po ndërroj. Kjo është kështu oversize, mua më pëlqejnë këto, i vesh edhe rrugës për palestër, e mora 2XL, apo 1XL kam marrë. 1XL duhet ta kisha marrë 2XL që të më rrinte super oversize, por i kam shumë qef. Edhe ishte në moher, që kështu, u kënaqa. Mora një xhaket që mjezit po e prisja, ta shoh si është. Nga materialet çfarë po prek më duket të mirë. Po ka dhe shall. Oh my god, sa e bukur. Sa yll, për ta unë. Sa yll do dukem unë me këtë. Një super bomb. Është kështu e thezë, ka edhe shall. Nuk është e rri, por është shall që të rri kështu. Nuk është se shallin do e përdor, por më pëlqeu idea. Dhe shumë e bukur, kur ta vesh do e shihni se sa e bukur është. Pastaj, një këmish se s'mund të jenë kur tepër. Erdhi pranvera, tash një këmish, hidhet krave, me mes. Nuk e di, një këmish për mua është një mas, dhe kjo pas ka një material fantastik, në qoftë se duhet të merrni diçka të humoja, është kjo, sepse pas ka një material si lino, por më duket se ishte 100% pambuk. Po ta shoh. Edhe kishte një çmim shumë të arsyeshëm. Dhe kjo është Draja 100% pambuk. Dhe me vërtet ndihet cilësia shumë e mirë. Unë kam disa këmisha po qelli, por asnjëherë nuk vinte me këtë prerjen që është si prerja Oxford, që është e gjatë, as shumë e gjatë, po as shumë e shkurtër. Nuk e di, ne e keni parasysh këtë stilin që është pak oversize me këto vijat, mendoj se do duket shumë myll, edhe aq shumë më pëlqeu këmisha sa mora edhe pantallona të bardha që i kishte kombinuar modelja. Unë kam marrë të njëjtat pantallona si ato që i kam marrë Karenja një muj që janë kafe, kështu në ngjyrë jeans, por tash i kam marrë bardha dhe janë këto. Shini sa të bukura? Mendoj se do duket shumë bukur. Kjo këmisha më duken shumë yll pantallona, do i provoj që të gjitha dhe dua t'tregoj edhe juve dhe me s'po pres që t'i vesh. Por si fillim duhet të bëj punë të shtëpisë, se shtëpia ime është bërë jo rrëmuj, se rrëmuj është fjale pakët, por është bërë talluar gjigante që nga e diela që kemi ikur e kemi lërë rrëmuj, edhe sot e hën, që shumë. Dje në Holland mora këtë pijen, që nuk do e pi se jam me detox, edhe një gjatë në rrugë më thuroi këtë një mars bashkë me një fletë, sepse ishte dita internacionale e grave. No one ever knows where we're heading, where this story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna flight than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero. Me Andin për një hecje Po, nga liçeni. ke dashuria ime.
Andi ka shumë qef, po mu nuk është se i mirë është, por nuk është në pjesët e mia të preferuara. Ke shtëpi tu për shkak mund kënaq fare për zotin. Ja, që lart e ke shtëpi. Jo, më mirë, po them që është shumë mirë për shkak del për herë, po një heci E sidomos tani. disa minuta e kemi shtëpinë larg nga ky vendi që thot Andi, sa kemi shtëpinë këtu? 3 minuta në kamp. Po, e keni shumë afër sepse shkojmë, po t'i bim shumë rrugës, shumë të makinave normalisht shko më gjatë, po ka rrugë me shkallë që i kanë bërë për mësorët, edhe është vetëm për drejt, është shumë shkurt. Por dolëm sot sepse kemi ditën e fundit me diell. Po, e dalim është mersi shumë bukur. Plot njerëz kanë dalë jashtëzakonisht shumë, po të shikoni se liçeni ka disa rrugë që hecet edhe i bie rreth e rrotull, ka dhe këtë rrugën që po bëj unë me Andin, që është si rrugë fshati, dhe mua kjo më pëlqen. Pas u bo zhurma gurve, e kështu gjonave gruaja nuk e. Mua shumë pëlqen. Nuk është mësun asfalt. Atje në fshat, që shake nga mos prit autostrad, kemi vetëm një lokale, një gomar, si Po është. pra, unë dhe ti, jo më bo, nuk kam e për t'jarrova. Ma këndonë, Lindur rritur rritur. në qytet, hipe zbrit nga 4-3. po i pesbit në 43. Ajo kënga e shumë e bukur Po. që se keni dëgjuar. Ma këndonë mua Andi na njerë atë. Këtu në fshat nuk ka gjë tjetër, vetëm lokale dhe një gomar. Ku do një Mos prit autostrad, kemi Po. nuk e mbajmë Kështu mend. kush e din e kupton. Kush e din këngën ja këndonte Luizi Kjarës në Big Brother, mban. Sa më nuk e di. Kush e din se është këngë e famshme. Edhe ne dolëm të bëjmë ecjen edhe të ikim të dëmënja, vendosëm të iknim në këmp, sepse ato ampulat e dëmon, si shumë fantastike dhe Andi pëlqeu. Po edhe mua boni. Po, Edhe në përdorë. përveç asaj ai kremi jeshil, i vedel, është, Kush po ai po. Ai po shumë i vërtet. është kremi më i Unë që mirë. nuk është se merrem shumë, po ai kremi jeshil është dhe best, e di pse. Sepse unë jam nga ato persona që du të bëhem me krem gjithë trupin. Po ku di unë vdes të bëhem ashtu. Sepse ai Me është, atë mund të bëhesh durët, fytyrën, gjitha. ai është fytyrë edhe trup. Po. Edhe Andi bën të Edhe- duart edhe- edhe edhe nuk ne të kam- ngjit, domethënë nuk është shumë vajore, e përthith lëkura për një Po herë. unë s'mund të bëj dot fytyrën krem tjetër, durët krem tjetër, nuk ashtu. Edhe Andi, edhe A besoj besojnë se ky është për Andin. gjithë burrat. Edhe besojnë Andin se Andi është në ata personat që çdo njërë në 3 muaj e bli një krem 50 euro për Jo, fytyrën. ma jo. Një herë më tha ersi me Një herë, 2 herë, 5 herë, si ka në kremi? klinik. Jo. Ai tjetri, L'Occitane. se L'Occitane i duarve. Kush po, ai është shumë i bajatshëm. Shikoni, Ai është shumë i bajatshëm, atë më ka ngel dhe kaq, po desha ta fash burrë. Ta bëj durat. Faleminderit. Nuk e do? Jo, faleminderit. Se ai është shumë i bajatshëm, të rinë durët 4 orë me vaj, mos sigur thuti. Kështu nuk e duron dot. Edhe po ikim t'i marrim edhe Andit një krem jeshil si ai. Se ka këtë më, Po, te dëmoja e kam bler. jo, Edhe po për të marrë ikim. ato, nëse kam 2-3 aty. Mfal. Marrë Edhe ato. po ikim po marrim ato ampulat anti-age se ishin perfekte për 80 cent. Imagjinoni sa të lira janë. Dhe është mira, shkëlqen fytyra, shikoni. Ato në Kinën Japoni ku e dinë ato çfarë bëjnë. Për zotin ato, jo janë këtu ato gocat koreane, ato që rrinë e esën që ka plot. Kemi takuar një në ato gocat koreane, kur kemi qenë në Danimark. Ku e di. Qa mua atë gocën që takuam në aeroport, që fjetëm atë natë në aeroport. Ju ndani marrë për kena fletë tu në Wiz. Po, kur edhëm në Danimark, ha. Aha, po. Kam bu më bet me atë, ka hapur edhe ajo goca YouTube, i shkruajnë në Ajo njerë, më bonte, shkruajnë. më është me vërtet? Po, i kam shkruajnë një dyre, Ti ka ishe shkruajnë një kështu, dyre. pianiste? Po, shumë njerëz kam njofur këtu. Po, unë jam njeri që nuk është se i mbaj shumë kontaktet me njerëzit. Nuk jam person që mbaj shumë kontakte, më duket sikur i bezdis edhe nuk është se jam shumë që... Okej, është si flet domethënë, kush është person që vjen më shumë mohabet se sa. Po, më shumë. Më i shumë. Po nuk i mbaj si kontakte, do më thënë, për ajtë sa zjatë është e bukur, por pastaj nuk është se i gjurmoj shumë në mbrapa, një muhabet ose një njeri. Edhe kaq e le domethënë, le me aq. Po, edhe ngelet e bukur për ajtë sa u takuam. Edhe shi të ikim të bëjmë pazarin. Of my ambition. Logically, I know I shouldn't feel this way, but my body doesn't agree with my brain. I'm looking
shoulder. Sa po erdhëm në shtëpi, Po, jemi pak kështu si të varur, po bëm një xhiro të madhe. po vajtëm nga liçeni, blem edhe një ca budalliqe të dëmoja, morëm një ujë kokosi, sepse jemi na ja. Mund ta provosh. Jo, po ik, zboni lek. A Ujë duket tash kokos. zboni lek. Ai që nga ideja ujë kokos. Dan 3 euro ai. Morëm Za. një, qa quhet kjo andi? Pina bata. Po, një gjalp kikiriku, për Thash dietë. pina bata. Po, shumë jetë, pina bata. E morëm për detoksin tim gjithashtu. Edhe andi e hana njërë na i Facebook në atë. Teket. Shumë pak po. Edhe morëm, në qoftë se doni një sugjerim nga unë, merrni këto. Janë perfekte. Mora 7 copë nga Balea. Kjo firma e dëmës që është super e lirë, 80 cent për një, po ka 1, 2, 3, sa janë? 7 copë janë edhe këtu brenda. Këto janë anti-age, unë kam marrë 4 copë si këto, se kjo ishe shumë e mirë, më pëlqeu shumë. Mora edhe këtë, blun, mora edhe këtë portokallin, Del kokainë këtu dhe. mora edhe këtë. Tash të provoj edhe këto. Janë perfekte. Dhe të tëra kushtuan një 12 euro, bëm edhe një xhiro te Phoenix Zeja te dashuria e Antit që e dini ju tashmë. Po. Sot dita ka qenë një ditë kështu e zakonshme. S'kam bërë një gjë interesante. Anti ka një muaj që nuk ikën palestër. Po, Ja. kam shumë kohë më vërtet. Ja, ka. Sepse kemi dalë pak mas diteve. Ja ka rrugë derën. Tash s'kam nerva me shku, ora 8 nuk kam nerva me Kurse shku. unë personalisht jam kënaqur në palestër, kam shku, kam po sauna. S'knaqesh në paradita palestër, vi mas dita unë dalim për bëjmë xhiro, unë kur shkoj, veç më unë 2 notës me shku në palestër. Ajo sauna njerë është jeta fundit, aq shumë relakson. Ky ka turp të hy. Po, Sot- s'kam shku kur. Sot ke shku, ke ka provu një jetë vet, po s'ka shku te palestra. S'kam shku e palestër pra ku. Kurse sot ishte vajta pash edhe njëra të vendin që ishte bash femra meshkuj, po nuk hyra tutje se kishe shumë shura më thash. Nuk po shoh në i gjej që s'më pëlqen, tash ti shumë para kurioze se unë gjota veta edhe unë pas tyre. Por- S'po ngrofta e sauna të vishët ja qa. Jo, mbarova unë të sauna, ime 15 minuta sauna, 90 minuta ushtrime u knaqa. Kështu ka qenë java jon, kështu ka qenë 8 marsi, ju them edhe një herë gëzuar, të gjitha grave, power to woman. Edhe Keep going ra. Edhe takohemi të shtunën tash me provuën tjetër. Po, Me të reja të reja, A qa? me të reja të reja, Thash të reja që të reja. Sa të fjalë të ditshme. Tashi, Edhe u kur do kënaqëm. s'kush me patate dhe shi për mu. Jo, do i bëj në furrë me qofte që i kam bërë që dije qofte, do i bëj në furrë, të haj sot edhe të haj edhe nesër në punë. Do i bëj edhe pak tatish me Bravo, kosi. je më e mira. You, but